1.8 milion qytetar me të drejtë vote në Maqedoninë e Veriut do të votojnë për 80 komuna dhe Shkupin si njësi e veçantë. RTK me mbrëmje boksi, sonte në Hamburg bokson shqiptari Albon Tervizaj. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Nga sot Kosova zyrtarisht është pjesë e Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian, duke u bërë vendi i parë që i bashkohet këtij organi të Bashkimit Evropian pa pasur status kandidati për antarësim. Ky zhvillim vlerësohet si një hap i rëndësishëm drejt përfshirjes më të gjerë të Kosovës në strukturat evropiane. Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian është organi i parë evropian i cili pranon si antare dhe Kosovën, pavarësisht se vendi nuk ka status kandidati për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky institucion kishte nisur vitin e kaluar fazën e pilot projektit me vendet kandidate, por Kosova atëherë nuk ishte përfshirë pasi ende nuk ishte status kandidati. Pas konsultimeve me Komisionin Evropian dhe me palët tjera të rëndësishme të interesuara, është vendosur që faza e dytë e iniciativës të hapet edhe për Kosovën si një kandidate potenciale për antarësim u konfirmua nga ky institucion. Thirrja për kandidatët e interesuar nga Kosova tashmë është e hapur. Pas përfundimit të procedurës së përzgjedhjes, Kosova do të ketë status të barabartë me vendet e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit. Siç sqaroi Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian, kjo thirrje u drejtohet organizatave të shoqërisë civile, sindikatave dhe partnerëve tjerë ekonomik e social. Komiteti Ekonomik dhe Social Evropian është një organ konsultativ i Bashkimit Evropian që përbëhet nga përfaqësues të shoqatave të punëdhënësve, sindikatave të punëtorëve dhe organizatave të shoqërisë civile. Ai ka për qëllim të bashkojë grupet e ndryshme të interesit ekonomik e social për të kontribuar në zhvillimin e tregut të përbashkët evropian. Sipas raportit më të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova edhe si vjet do të ketë rritjen më të lartë ekonomike në rajon. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka quajtur këtë lajm një tregim suksesi për rritje ekonomike sipas projeksioneve të FMN-s, duke nënvizuar se politikat ekonomike dhe masat e ndërmarra gjatë qeverisjes së tij po ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e vendit dhe në forcimin e stabilitetit ekonomik të Kosovës. Rëndësia e forcimit të institucioneve, digitalizimit dhe qëndrueshmërisë fiskale përballë pasigurive globale është temë shtyllë në takimin e Komitetit Ndërkombëtar Monetar dhe Financiar të Bankës Botërore në Washington DC. Pjesë e seancës plenare ishte edhe guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, i cili vlerëson se kjo është një mundësi për shkëmbim të drejtë për drejtë mes politikbërës ndërkombëtare dhe për avancimin e bashkëpunimit të BÇK-s me institucionet globale financiare. Ju përcjellim tani të tjera zhvillime të ditës. Numrimi i votave të diasporës ka ndryshuar rezultatin në Mitrovicën e Jugut dhe në Gjilan. Aktualisht në Mitrovicën e Jugut, ku gara ishte ngushtë mes Arjan Tahirit të PDK-s e Faton Pecit të vetëvendosjes, po prin me vota ky fundit. Atje janë numëruar 25% e votave me pos deri më tani dhe rezulton se Peci ka 58.48%, apo 169 vota, ndërsa Tahiri 28.72%, apo 83 vota. Ndërkohë në Gjilan, bazuar në rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i pari është Alban Hyseni vetëvendosjes me 51.77%, derisa Arbër Ismaili i Lidhjes Demokratike të Kosovës radhitet i dyti me 36.32% të votave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar aktivitetet në qendrat komunale të numërimit janë përmbyllur në 36 komuna. Vetëm një vit e gjysmë pas zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale në Maqedoninë e Veriut, tashmë janë kryer të gjitha përgatitjet për një proces të ri zgjedhor që do të mbahet nesër. Qytetarët do të votojnë për kryetarët e komunave dhe antarët e këshillave komunal në 80 komuna dhe në Shkup si njësi e veçantë administrative. Në Maqedoninë e Veriut nesër do zhvillohen zgjedhjet lokale të 8 me radhë që nga pavarësimi i këtij vendi
Zgjedhjet do zhvillohen në 80 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e administrimit. Në garë janë 22 parti politike, 90 koalicione dhe 190 kandidatë të pavarur. Votimi do zhvillohet në gjithë set, 3480 vendvotime. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve sot ka shpërndar materialin zgjedhor dhe kanë votuar personat e sëmurë dhe të burgosur. Një ditë para ditës mbajtjes së zgjedhjeve kanë votuar personat e smurt pa aftë, cilët kanë dorëzuar kërkesë paraprakisht tek Komisioni Komunal i Zgjedhjeve, si dhe të burgosurit, të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg. Qytetarët që intervistuan presin nga kryetarët që do t'i fitojnë zgjedhjet, t'i realizojnë premtimet e tyre para zgjedhore. Ai që zgjedhet nuk do të merr parasysh se nga cila parti është zgjedh, po do të jetë kryetari të gjithë qytetarëve që jetojnë në çatë komunë. Doja kisha dëshiru rinovimin e shkollave, aty fillon jeta. Në arsim të investon, fëmijët tanë dhe nipnit të kenë ku të shkojnë, të kenë siguri. Është mirë që parkimet të rregullohen, se me vërtet në kanë bezdis. Heshtja zgjedhore ka filluar mbrëmë në mesnatë. Deri atëherë partitë politike zhvilluan tubimet e tyre me elektoratin. Procesin zgjedhor do ta monitorojnë 1451 vëzhgues vendor dhe të huaj. Do të ndrojmë tani temë. Fermerët tashmë janë në fazën e mbjelljeve vjeshtore. Fermeri i Valon Vehapi tashmë i ka mbjell rreth 30% të sipërfaqes dhe synon të mbjell mbi 150 hektar me grur. Vehapi synon të vazhdoj pas 3-4 ditësh me mbjellje dhe sipas tij të përfundoj deri më 1 dhjetor me mbjelljen e grurit. Profesori universitar i bujqësisë Imer Rusinovci pati rekomandime për fermerët që kanë nisur me mbjelljet derisa u kërkoi që të mbillen të gjitha sipërfaqet kultivuese. Mbjelljet vjeshtore tani më janë në fazën optimale kalendarike. Megjithatë, kushtet klimatike dhe temperaturat e lejueshme për mbjellje janë duke u shfrytzuar nga fermerët. Në vlugun e punës në procesin e mbjelljes në arat e fermerit Valon Vehapi, i cili tani ka mbjell 30% të sipërfaqes, duke synuar 150 hektar to grur për mbjelljet vjeshtore. Për disa ditë, planifikimi i fermerit pritet të përmbyllet me sukses. Kushtet në këtë vjesht i kena shumë të favorshme, por arsye se më herët pat shi, edhe tash ka shi, tash mas këtij shiut dhe fillojmë mbjelljen që mëna fatit optimal menoj me bë përfundimin e mbjelljes. Pe 15 tetor dhe me 15 nëntor është thuhet që është afat optimal, mirë po ndryshimet e klimës tash që po vrehen, i kemi edhe në 15 ditë. Pas një problem bëjmë me vazhdu edhe mas 15 nëntorit me bë mbjelljen. Dhe me 1 dhjetor pas një problem mbjellja grunit vazhdon. Tetori shihet si afati i favorshëm për mbjelljen e grurit. Për të arritur rendimente më të larta të grurit vjeshtor në Kosovë, profesori universitar i fushës së bujqësisë nënvizoi se duhet pasur parasysh zbatimin e praktikave të mira agroteknike, si përdorimi i farrave sa më cilësore dhe të certifikuara nga autoritetet kompetente, dhe harmonizim të drejtë të lëndëve ushqyese sipas fazave të rritjes dhe zhvillimit, në bazë të planifikimit për rendiment të pritshëm si dhe bazuar në kërkesat varësisht nga tipi i tokës ku realizohen mbjelljet. Gjitha mbjelljet që vërnohen dhe kryhen në dekadën e parë ose në 15 ditëshin e parë të muajit nëntor, rekomandojmë që të shtohet pak sasiere për materialit, para se gjithashtu edhe farrave dhe plehrave, por që për fermer rekomandoj që të shkehen në një shkallë caktuar të mobilitetit në këtë muaj të përgatiten. Ekspertë fushës e konsiderojnë të rëndësishëm shtimin e hapësirave të mbjella me grur, e cila krijon mundësi më shumë për pak import të rrithrave. Profesor Rusinovci vënë pas se pavarësisht atyre që rekomandojnë për mbjelljet e tetorit, fal kushteve klimatike që po mbretërojnë edhe java e parë nëntorit përkohë me mbylljen e masës së fundit agroteknike me mbjelljen e kësaj kulture, që ka karakterin prodhues dhe strategjik, duke mbjellë sa më shumë hapësira të arave me drithra, posaçërisht me grur. Mundësohet zbutja e importeve që për kulturat të cilat përkojnë me konturat tona agroekologjike. Importi i tyre nuk justifikohet, thon ekspert të kësaj fushë. Punimet të shumta në rrjet e detyrojnë ketësin të shkëpusë energjinë elektrike, gjë që pos shqetësimeve shkakton edhe dëme si në industri, ashtu edhe tek bizneset. Fshati Bresalci Gjilanit ka kohë që është në hall me ndërprerjet e shpeshta të rrymës. Bizneset që operojnë në këtë fshat shënojnë dëme të përditshme, ndërkohë që nga ketës nuk shihet ndonjë lëvizje për të bërë investime në furnizimin e qëndrueshëm me rrymë.
Banorët e fshatit Bresals të Gjilanit prej kohësh po përballen me ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike, të cilat janë duke shkaktuar vështirësi në jetën e përditshme dhe në bizneset që operojnë në këtë vend. Ndërprerjet thuajse të përditshme të energjisë elektrike për fabrikën që merret me riciklimin e mbetjeve të plastikës pasqyrojnë dëme të rënda. Ka shumë probleme me rrymë. Rryma nalët çdo ditë. Te fabrika plastikës nëse ne 1 minutë nalët rryma, neve na kthen deri në 3 orë mbrapa. Çdo ndalje neve na kushton me një kost të 300 deri në 500 euro. Realisht rryma neve ashtu na dëmtu shumë. Na këtu si zonë dhe si banorë dhe si biznese, po kërkojmë na bëni ndarje. Për shembull, kur ka problem pjesa e Zhegovcit, se si linjë, kjo linjë shumë e gjanë, ka problem një shtëpi, po thomin Zhegovc, neve na nalin rrymën edhe këto te fabrika jonë. Pavarësisht se faturat e energjisë elektrike paguhen në rregull, dëmet që shkakton ndërprerja e rrymës shpesh edhe nga 10 herë brenda ditës konsiderohen të mëdha dhe për këtë askush nuk merr përgjegjësi. Çdo ndalje neve na kushton me një kost të 300 deri në 500 euro. Realisht rryma neve ashtu na dëmtu shumë. Na këtu si zonë dhe si banorë dhe si biznese, po kërkojmë na bëni ndarje. Për shembull, kur ka problem pjesa e Zhegovcit, se si linjë, kjo linjë shumë e gjanë, ka problem një shtëpi, po thomin Zhegovc, neve na nalin rrymën edhe këto te fabrika jonë. Ata arsyetojnë që është projekti 10 vjeçar. Tash ku ka biznes për shembull që mundet me rezistu, po thomi me 10.000 euro humbje në muaj, 10 vjet me prit ku të rregullohet linja e rrjetit të rrymës. Hallin e njëjtë kanë edhe banorët dhe bizneset e tjera në Bresalc. Kemi probleme edhe në shkollë, ka probleme edhe në ambulant, jesin në lidha në gjysë. Ma rëndësishme që bizneset për në jesin pa rrymë, o zëtë një, gjine po ikim, për që ata ikim. I kemi plët fabrika këto, i kemi që fabrika e plastikës, tlache, plastikës që furnizën për Gjermoni non-stop, sot me menu në halo për rrymë, mas 25 vjetë këto se këra pas për rrymë. Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike dhe rryma dobët sipas banorëve shkaktojnë dëme dhe në pajisje dhe aparatura shtëpiake. Bi 5.000 euro 20 familje jënë bon, veç shpitem për 1.000 euro janë. Po anë këtu ndodhe një herë, ama rryma për në ndodhe për ditë bre. Çka me bona? Në përgjigjen e Kecit rreth gjendjes në Bresalc të Gjilanit thuhet se pas prishjeve kanë intervenuar dhe u kanë kthyer furnizimin. Asgjë më tepër lidhur me shkaqet e kësaj ndërprerjeje të shpeshta por rreth investimeve që duhet bërë kjo kompani në këtë zonë. I kam tani 2 njoftime. Ka vdekur në Prishtinë regjisori Adhe Gashi, i cili afër 2 dekada ka punuar në Radio Prishtinë, duke realizuar qindra radiodrama për të rritur dhe për fëmijë. Adhe Gashi, lindur në Tiranë, ka përfunduar regjin vitin 1972 në Lubjan, si diplomuar në klasën e profesorit Miran Herzog me dramën Dasma e Përgjakur të Federico Garcia Lorca. Ai u pensionua në teatrin krahinor, ndërkohë që si dashamirës i kulturës dhe i artit formoi shoqërinë Bajram Curi dhe udhëhoqi Orkestrën Simfonike të Prishtinës. Si regjisori i parë i diplomuar, realizoi mbi 100 vepra të dramaturgjisë botërore dhe kombëtare. Ndër më të njohurat mbeten komedit Shoku Gaf, Valigjen e ke tek dera, Komplotistët, Dashnori juridik e të tjera. Ka vdekur analisti i njohur Janusz Bugajski, një prej njohësve më të spikatur të çështjeve euroazatike dhe të Ballkanit. 71 vjeçari amerikan me origjinë polake, Bugajski do të mbahet mend si mbrojtës i rrallë i demokracisë dhe lirisë së shtypit, i cili për gati 30 vjet ka ndjekur zhvillimet në Kosovë. Gjatë karrierës së tij, Bugajski ka bashkëpunuar me institucione prestigjioze ndërkombëtare dhe ishte analist i rregullt në zërin e Amerikës, ndërsa për një kohë Bugajski ishte bashkëpunëtor edhe në radio-televizionin e Kosovës. Shohim tani zhvillimet e fundit sportive. Kastrioti ka humbur ndeshjen e parë të rundit të dytë të Kupës Europiane në kuadër të këtij edicioni. Skuadra fituese e Kupës së Kosovës në handball psoi nga kampioni i Luksemburgut me rezultat 31-28. Kastrioti në duelin e kthimit që zhvillohet sonte kërkon përmbysjen e madhe dhe kualifikimin në rundin e tretë të Kupës Europiane për skuadra. Kastrioti ka humbur ndeshjen e parë të raundit të dytë të Kupës Evropiane në handball në kuadër të këtij edicioni.
Të premtën brëma në palestrën olimpian, skuadra nga Ferizaj humbi nga kampioni Luksemburgut e Red Boy Differdange me rezultat 31-28. Pjesa parë ishte e fortë dhe barabart me çka dhe rezultati 14-14 e dëshmon rivalitetin në parket. Në fraksionin e dytë, skuadra nga Luksemburgu bëri shkëputje të madhe në rezultat, mirë po fituesi Kupës së Kosovës u afrua në fund për të lënë sfidën të hapur për duelin e dytë, i cili zhvillohet po ashtu në Lipjan të shtunën me fillim nga ora 20. Alban Hajrizi ishte më efikasi te Kastrioti me 9 gola derisa me lojë të mirë ushqua dhe jeton Bislimi që i kishte 7 gola në 7 tentime. Felipe Tekseira i shënoi 5 gola derisa portieri Vadi Çebi u dallua me plot 15 pritje që ishte një nga figurat kyçe që Kastrioti shpreson edhe më tutje për duelin e dytë. Rezultati e lë në lojë Kastriotin që ndeshjen e së shtunës të kërkoj përmbysjen e madhe dhe kualifikimin në raundin e tretë të Kupës Evropiane për skuadra. Kombëtarja e Kosovës në handball, konkurenca e vajzave ka vazhduar me përgatitjet për ndeshjen ndaj Kroacisë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2026. Dardanet, pas disfatës së pësuar nga kampionja e botës Franca, tashmë fokusin e kanë tek Kroacia, me cilën do të ballafaqohen në Prishtinë. Ndeshja Kosovë-Kroaci zhvillohet nesër nga ora 17:15 dhe do të transmetohet drejt për drejt në RTK. Kombëtarja e Kosovës në handball, konkurenca e vajzave ka kthyer gjithë fokusin te ndeshja së dielës ndaj Kroacisë në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2026. Të premtën janë zhvilluar 2 stërvitje, ndërsa të shtunën është zhvilluar e fundit para përballjes me një nga kombëtarët më të respektuara në botën e handballit. Të gjitha handballistët e ftuara ishin në dispozicion të selektorit Agron Shabani, i cili në dallim me grumbullimet e shkuara këtë radhë ka pasur më shumë telashe për shkak të mungesës së disa prej handballistëve më të mira që vitet e fundit kanë mbartur barën kryesore. Ky fakt ndikoi jashtëzakonisht shumë që në duelin e parë në këtë kampanjë Kosova të pësoi disfat të thellë me 21 gola dallim nga kampionja botës Franca në ndeshjen e zhvilluar në Nim. Tashmë fokusi është e Kroacia, e cila në Prishtinë vjen pas triumfit ndaj Finlandës dhe do të kërkojë fitoren e dytë në këto kualifikime. Ndeshja Kosova-Kroacia zhvillohet të dielën me fillim nga ora 17:15 në Pallatin e Rinizet të Sporteve në Prishtinë, derisa ajo do të transmetohet drejt për drejt në radio-televizionin e Kosovës. Radio-televizioni Kosovës sonte transmeton ekskluzivisht edicionin e 5 të ngjarjes sportive dhe Show Must Go On që do të zhvillohet në Hamburg. Në këtë mbrëmje do të zhvillohen disa meqe të kickboksit dhe boksit, ndërsa fokusi do të jetë tek boksieri shqiptar Albon Pervizaj, i cili do t'i kryqëzojë dorezat me bokserin nga Ekuadori, Juiz José Marin Garcia. Fides Sport Promotion dhe Iconic Events rikthejnë artet marciale në sallën sportive Wandsbek të Hamburgut, ku do të zhvillohen disa meqe interesante të cilat do të transmetohen drejt për drejt në RTK. Fokusi i ngjarjes së kickboksit dhe boksit sonte do të jetë kampionja botërore e peshave të lehta në WBO Sara Babyface Borman përballë japonezës me përvojë Yuko Kuroki. Tifozët e divizionit premier do të kenë rastin të i shohin edhe 2 meqe të tjera të parapara me 10 raunde. Në divizionin e peshave të rënda 2 pretendent për elitën e zgjeruar botërore synojnë të demonstrojnë aftësitë e tyre. Më i njohuri është bokseri shqiptar i cili jeton në Hamburg Albon Pervizaj me 19 fitore, 1 disfat, i cili do t'i kryqëzojë dorëzat ndaj bokserit nga Ekuadori Luis José Marin Garcia. Ky fundit nuk duhet të paraqet ndonjë pengesë të madhe derisa meqi pritet të shërbejë si një mënyrë për të fituar më shumë përvojë në ring përpara se gjërat të bëhen më serioze vitin e ardhshëm. Kroati Petar Milash është një tjetër bokser i njohur i peshave të rënda në Gjermani që do të ngjitet në ring. Milash do të përballet me veteranin e njohur amerikan Ryder Booker, i cili së fundi humbi ndaj Viktor Faust me pikë në Potsdam në prill të këtij viti. Në listën e të nominuarve përfshihen gjithashtu edhe Daniel Mayer në peshën e mesme dhe 2 bokser të peshës së lehtë, Marco Aschenbrenner dhe Helmut Ofori, i cili po e pret debutimin e tij në boksin profesional. Ngjarja dhe Show Must Go On Pass do të plotësohet nga një numër i meqeve tjera të kickboksit, derisa Radio-televizioni i Kosovës do ta transmetojë drejt për drejt sonte këtë mbrëmje të madhe të boksit. Këtë javë në Gjermani, kancelari federal Friedrich Merz shpalli synimin që Gjermania të marrë përsipër përgjegjësi udhëheqëse në Europë.
Çfarë nënkupton kjo për Bashkimin Evropian, për ekonominë dhe për procesin e zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor? Ndjekim bashkë përmbledhjen javore të Deutsche Welles. Kancelari Gjerman Friedrich Merz tha këtë javë në Bundestag se Gjermania dëshiron të luajë një rol udhëheqës në Evropë. Po çfarë do thotë kjo konkretisht? Wir auch Führungsverantwortung in Europa übernehmen. Denn Ne duam të marrim përgjegjësi udhëheqëse në Evropë sepse kur Gjermania është e fortë, përfitojnë të gjithë në Evropë, tha kancelari federal Friedrich Merz në deklaratën e tij tradicionale qeveritare me rastin e samitit evropian që do të bëhet në fundjavën e ardhshme në Bruksel. Merz theksoi se dëshiron një Evropë të fortë dhe konkurruese, veçanërisht në aspektin ekonomik. Për të arritur këtë, ai kërkoi më pak rregulla dhe më pak burokraci nga institucionet evropiane. Sipas tij, më pak rregullim do të thotë më shumë liri për ekonominë dhe inovacionin në tregun evropian. In unserem Land und mit unseren europäischen Partnern, dass wir Opozita reagoi me kritika. Alice Weidel nga Partia e Djathtë Sky me Alternativa për Gjermaninë tha se kancelari flet për përgjegjësi udhëheqëse pa ofruar hapa konkret, ndërsa përfaqësues të socialdemokratëve dhe të gjelbërve theksuan se udhëheqja evropiane nënkupton dhe përgjegjësi sociale dhe ekologjike. Ballkani Perëndimor nuk përmend në fjalimin e Friedrich Merzit, megjithatë, zëdhënësi për politikë të jashtme i CDU-CSU Jürgen Hart kërkoi një iniciativë të re për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Johann David Wadefull javën e kaluar në procesin e Berlinit në Belfast kishte kërkuar hapa konkret drejt afrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor me BE-n. Sipas zëdhënësit të qeverisë Stefan Mayer, kjo temë do të diskutohet sërish javën e ardhshme në samitin e procesit të Berlinit, ku do të marrë pjesë edhe kancelari gjerman Friedrich Merz. Të hënën e ardhshme pritet që qeveria gjermane të japi më shumë informacione për këtë samit. Ndërsa javës që vjen, në kryeqytetin gjerman pritet që të vijë për vizitë kryetarja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Të dy janë mysafir dhe folës në Berlin Global Dialogue, pra në dialogun global të Berlinit, që bashkon udhëheqës nga politika, biznesi, ekonomia dhe shoqëria për të diskutuar për sfidat globale të kohës sonë. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Një incident tragjik ka ndodhur në jug të rripit të Gazës, ku një predh tanku izraelit ka goditur një autobus me civil palestinez, duke lënë kështu të vdekur 11 persona, të gjithë pjesëtarë të së njëjtës familje. Ngjarja ndodhi 8 ditë pas nisjes së armëpushimit, duke bërë incidentin më të rëndë që prej asaj kohe. Mbrojtja civile në rripin e Gazës e drejtuar nga Hamasi ka njoftuar se viktimat ishin pjesëtarë të një familjeje që po përpiqej të kthehej në shtëpinë e tyre për të parë gjendjet pas luftimeve. Autobusi i tyre u godit nga një predh tanku izraelit, teksa lëvizte në një zonë të afërt me kufirin, ku sipas ushtrisë izraelite ende ka prani të forcave ushtarake. Ushtria izraelite ka deklaruar se ushtarët kanë shtënë drejt një automjeti të dyshimt, pasi ky e kishte kaluar atë që njihet si Via e Verdh, një kufi ndarës jo zyrtar midis zonave të kontrolluara nga ushtria dhe pjesëve të çliruara të Gazës. Janë dhënë paralajmërime, por automjeti ka vazhduar lëvizjen drejt pozicioneve tona, duke u konsideruar si kërcënim i drejt për drejt, thuhet në njoftimin e ushtrisë izraelite. Zyrtarët lokal thonë se Via e Verdh nuk është e dukshme dhe është e paqartë për civilët, ndaj shumë banor nuk e dinë se po hynë në një zonë të ndaluar. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, ka njoftuar se ushtria do të vendosë shenja të dukshme paralajmëruese përgjatë vijës ndarëse për të shmangur incidente të ngjashme. Ndërkohë, ambasada palestineze në Kairo ka bërë të ditur se vendkalimi kufitar Rafah mes Egjiptit dhe Gazës do të hapet të hënën, duke u mundësuar qindra palestinezëve që ndodhen në Egjipt të kthehen në vendin e tyre. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderojmë për vëmendje. Natën e mirë.